Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 3, data 3 qershor 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të mirë sepse sot zhvillohet gjashtkëndshi i diellit nga binjakët dhe Saturni në dash. Një kënd shumë i dobishëm për marrjen e përgjegjësisë dhe ndikimeve të mëdha në organizimin e punës, por gjithashtu edhe disa ndryshime të mëdha që do të kemi. Gjithashtu ka të bëjë shumë me ndikimin e madh që do të thotë puna, do thot karriera dhe ndryshime të mëdha në negocime ose në nënshkrime të një marrëveshjeje. Favorizojnë shumë kryesisht shenjat e ajrit dhe shenjat e zjarrit. Shenjat e ajrit siç janë binjakët, peshorja dhe ujori, por edhe shenjat e zjarrit siç është dashi, luani, shigjetari, me ndikimin të dhjeticit të dytë dhe të tretë që kanë të bëjnë shumë në këtë aspekt. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu sepse duke zgjidhur problemet e mëdha që keni pasur në të shkuarën, duke se e tashme dhe e ardhmja janë sot. Ka të bëjnë shumë edhe me ndryshime, edhe me takime të rëndësishme. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite, kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz, si shikoni atje, atje ndodhet sekretariat për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe më pas aty dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë në WhatsApp ose në Viber. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh. Atëherë, duke klikuar këtë butonin këtu dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit duket se keni të bëni shumë edhe me disa ndryshime, disa takime, ku janë takime mjaft të rëndësishme përsa i përket punës, përsa i përket karrierës dhe vendimeve të mëdha që do merrni tani e tutje. Në lidhje me një takim mjaft të rëndësishëm që do të keni juve të kësaj shenje, është koha, është momenti, është periudha mjaft e mirë për juve të kësaj shenje dhe çështjeve të tjera që do të ndikojnë. Në çështjet e dashurisë duket se ka të bëjnë me ujor të dhjeticit parë, me akrep të dhjeticit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për ju të kësaj shenje duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, më të arta do të thosha unë, në fushën e ndryshimeve të karrierës dhe të mundësive. Është koha dhe momenti, periudha që ndodhin fenomenet, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me një çështje e financiare ekonomike, ku gjërat do jenë shumë pozitive dhe shumë herë më mirë për juve të kësaj shenje. Megjithatë, juve të shenjës së demit keni edhe një udhëtim shumë të rëndësishëm ekonomik për punën dhe atje ku në bëni disa takime, janë takime rutinë në fakt, por janë takime mjaft të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse kjo periudhë është një periudhat më të mira dhe më pozitive të që na ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan të dhjeticit parë dhe bricap të dhjeticit të dytë ka një ndikim shumë të mirë. Një bashkim familjar duket se është me vikëresh të dhjeticit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, sado që vonojnë gjërat ose jeni pak të lodhur për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe ndryshimeve të mëdha që vijnë tani e tutje, është një kohë, një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që vërtet dikton, rregullon, stabilizon mundësinë dhe kohën e duhur mbi takimet, bisedimet mjaft të mira dhe pozicionimi i planeteve që do t'ju ndihmojnë në lidhje me fushën e karrierës suaj, në lidhje me takimet e punës dhe të bisedimeve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjeticit parë, me dem të dhjeticit të tretë, duket se është mjaft perfekte, edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa ditëve, duket se tani juve të kësaj shenje e keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që keni të bëni me në përgjithësi edhe punën, edhe karrierën, edhe disa gjëra të tjera që do të keni në anën tuaj. Mundësitë janë të arta, edhe pse duket se janë të vështira në plan parë, por i keni gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjeticit të parë, me binjak të dhjeticit të tretë, duket se është koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi
atë çka jeni dhe mbi atë çka dëshironi të realizoni. E përgjithshmja duket se ndihmon, rregullon, starton për juve të kësaj shenje. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë mjaft produktive, mjaft e arritshme dhe mjaft pozitive, që do të thotë gaforja. Për gaforet janë shenja më ndikuese e zodiakut për sa përket kësaj dite, sepse edhe mundësit, por dhe koha e duhur në lidhje me ndryshimet të mëdha që vijnë, me takime që do të keni, me mundësi që do të vinë, mundësit e arta, thosha unë, sepse është koha dhe momenti, është periudha ku gjërat do të jenë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive, sepse juve kërkoni shumë, në fakt, kërkoni nga vetja, por gjërat vinë edhe nga ana tjetër për sa i përket mundësisë dhe punës, për sa i përket asaj çka jeni, asaj çka keni të realizoni në anën tuaj në pozicionin e planeteve. Sepse pozicionimi, mundësia, koha dhe vazhdimësia janë disa gjëra shumë të rëndësishme për juve të kësaj shenje, sepse e keni mundësinë. Por gjithmonë gaforët kanë pasur dhe kanë mundësinë e artë mbi zhvillimin e tyre, mbi takimet që bëhen, sepse janë disa takime mjaft ndikuese dhe favorizuese për juve të kësaj shenje. Meqense një mundësi shumë e mirë që do të ndodhi në anën ekonomike financiare në lidhje me takimin që keni, është mundësia dhe momenti. Pse jo? Mund të keni edhe një takim shumë të rëndësishëm për sa i përket karrierës tuaj, sepse karriera është baza për ju edhe takimet që do të bëni në lidhje me një kontratë shumë të rëndësishme, nëse e prisni gjë të tillë, është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me virgjëresht dhe diçet parë, me akrep dhe diçet tretë që është perfektja, por mos harrojmë sepse me peshk është vetjeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanët, fakt luanët duket se për një mijë arsye, por kanë arsye për të gëzuar, kanë arsye shumë të mira në lidhje me ekonomi, me dashurinë, me udhëtime dhe bisedime të rëndësishme që keni tani në tutje, është koha juaj, është një mundësi shumë e mirë, edhe pse duket në të parë të vështira, por nuk janë të vështira, sepse juve dini shumë mirë çfarë bëni. Por gjithmonë luanët janë pak a shumë energjik në ato që kanë nisin, por kanë një punë shumë të mirë tani në dorë dhe duhet që ato ta rregullojnë, ta stabilizojnë, sepse puna dhe karriera, mundësia që ju jepet atyre, është në kohën e tyre më të mirë të mundshme. Nxitimet që kanë të bëjnë, sepse të nisësh diçka, nuk është se do të themi që nuk bëhet një gjë e tillë ose lihet pas dore. Jo, nuk lihet pas dore. Vazhdohet dhe vazhdohet më tej. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me bëqap, me shëgjetar, janë ndikimet shumë të mira, por me ujor është diçka të ndryshe që juve e prisni dhe momentet janë tani. Në çështjet që lidhen me udhëtim ose bashkim familjar, nuk e diskutoj, nuk e vendoshin, janë me binjak të dhëdiqit të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë që është ndikuese dhe rregulluese, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket shenjës së virgjëreshës, meqense virgjëreshat duket se tani e tutje janë mjaft ndryshe nga ç'e mendojnë, ndryshe nga ç'e gjykojnë. Por do thoshte sepse virgjëreshat nuk është puna e një takimi që nuk përfundon ose doni që të nisni diçka të re, mundoni shumë për të gjetur gjërat, për të arritur kohën e tyre, por virgjëreshat duket se kanë një mundësi shumë të mirë tani, tepër pozitive dhe gjërat janë në favorin e tyre. Mundësi, periudha, koha, vazhdimësia është aja dhe zheja për juve. Ndikimet e tjera kanë bënë gjithashtu, sidomos juve që jeni jashtë, në diasporë për shembull. Ka diçka shumë të madhe dhe mund të rregullohet një herë e mirë mbi çdo gjë që është në fushën tuaj, në ekonominë dhe në stabilizimin. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me bricjatët e diçit parë, me dëmtet e diçit tretë, është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshorëve, peshorët duket se kanë mundësinë tani të tutje, janë mjaft ndikuar e të rregulluar, sepse rregullojnë punën e tyre, rregullojnë çështjet ekonomike financiare, biznesin, karrierën, mundësitë e arta që do të keni, tani tutje edhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Është një mundësi gjithashtu, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket mundësive dhe anës së biznesit,
Biznesi duket se është në dorën tuaj, keni mundësinë gjitha gjërat t'i rregulloni. Një mundësi shumë e mirë duke për peshorët, se peshorët kanë pasur disa probleme të vogla lidhje me pasurinë e paluajtshme, por e sillin këto ditë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem është perfekt. Ja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepi ka një veti shumë të rëndësishme sepse nis diçka tani dhe përfundon shumë shpejt. Koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt, i keni gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të zgjidhur problemin. Gjithmonë jeni në ndikimin më pozitiv të kjo ndonjëherë, por kjo periudhë është mjaft e mirë sepse duket se është ideale me gërmashtypi. Në fushën e dashurisë nuk duket diçka për të shqetësuar sepse i keni rregulluar gjërat dhe është një moment shumë i mirë në vazhdimsi përsa i përket punës, përsa i përket periudhës dhe kohës së duhur mbi disa zhvillime të reja që do të ketë. Gjithashtu është një moment mjaft i mirë në anën tuaj sepse ka ndikime pozitive, ka ndikime shumë të mëdha dhe favorizime në anën tjetër. Akrepët konsiderohen shumë pozitiv dhe në punë dhe në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit të dytë, është koha mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Përsa i përket shigjetarëve, shigjetarët duket se tani për tani kanë nisur një punë të re, derisa ta përfundojnë, gjejnë mënyrën, kohën dhe vazhdimsinë. Nuk e diskutoj sepse është një kohë mjaft e mirë për ata, sepse kanë pasur shumë probleme në të kaluarën, por kanë ditë i kanë zgjidhur, sepse është mundësia tani mjaft e mirë në zgjidhje të problemeve që ata kanë pasur. Por megjithatë, edhe pse duket se një çështje problematike e vogël është në anën e tyre, por shigjetarët do të kenë mundësinë për zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur çështje pune, edhe shumë gjëra të tjera. Në fushën e dashurisë, duket se me dashur të diçit parë, me shigjetarët e diçit të tretë, duket se është perfektja. Edhe pse diçka e vogël që është, duhet ta zgjidhim tani e tutje. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Meqense bricapët janë në anën më të mirë të mundshme, në lidhje me takime pune, në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, me biznesin sidomos, është një mundësi shumë e mirë dhe ndikimi më i madh që është në fushën e vazhdimësisë të punës së tyre, një lëvizje që kanë përsa përket kësaj dite, kjo lëvizje për të mirën e tyre xhanëm. Edhe pse ata nuk e presin, por ndodh diçka në rolin e tyre, në mundësitë e tyre që kanë pasur tani tutje, është koha më e mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, ujor të diçit të tretë, është kohë pozitive. Në lidhje me disa takime që kanë mbas dite, nuk mund të mbarojnë sot, por do kenë dhe i vazhdimsi tjetër, sepse bricapët i duan gjithë gjërat në kohë, por jo t'i lënë pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për sa përket ujorëve duket se tani për tani nuk ka vend për t'u shqetësuar, por për t'u gëzuar tani sepse kanë dhe mundësinë dhe kohën e duhur për punën e tyre, për karrierën e tyre. Dhe kështu që gjithçka është në dorën e tyre, gjithçka e kanë mundësinë për punën dhe për ndryshimin e madh që do të kenë. Në çështje që lidhen me punën, lidhen me karrierë, lidhet me vendime të rëndësishme, vendime të rëndësishme që ata e kanë, dhe mundësinë ara që do të kenë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor të diçit parë, me dashur të diçit të tretë është perfektja, por pak vëmendje me akrep të diçit të dytë, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një kohë dhe një ndikim shumë i madh që ndodh tani tutje, përsa përket punës, përsa përket karrierës, përsa përket asaj çka jeni, asaj çka keni, dhe është mundësia dhe koha mjaft pozitive. E përgjithshmja duket se është e mbarë dhe jo diçka problematike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Megjithëse peshqit duket se ndryshimet që kanë të bëjnë, janë disa momente tani, janë momente fantastike, sepse kanë lidhje me punën më shumë, por duket se zgjidhin këta, kanë një çështje ligjore, një ndikim shumë të madh për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës dhe të mundësive që do t'jepen.
vendime dhe bisedime të rëndësishme që kanë tani atutje, nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për arsye problematike që mund keni pasur, por juve të shëndsepeshëve keni kohën tuaj, keni momentin më të mirë të mundshëm dhe kjo është një periudhë mjaft pozitive për zgjidhje të problematikave në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë të ediciit parë dhe ujorët të ediciit tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 3 qershor 2026. Nëse dëshironi parashikime të detajuara, astrologu.al dhe më pas, duke zgjidhur paketën tuaj, shkoni tek sektëria dhe jeni gati pastaj për të dërguar një mesazhin ose të flasin bashkë në çdo detaje në WhatsApp apo në Viber. Por ju doni që në kohën që jemi drejt për së me juve, dërgoni ndiqni ato hapa tek ai butoni që është aty dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së përgjigjen. Nga Unë Europulla, më të mirë një uroj. Gjithë mira.